Territori i Kosovës për datën 13 gusht 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht ikthjellët me intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pareshje të rëndësishme. Për Prishtinën dhe Gjakovën parashikohet mot me diell dhe pareshje. Paraditja do të ketë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të shndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:39 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:40 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 17 deri në 31 gradë Celsius. Podujev 16 deri në 30 gradë. Skënderaj 17 deri në 31 gradë Celsius. Pej 17 deri në 30 gradë. Prishtinë 17 deri në 29 gradë Celsius. Gjakov 18 deri në 32 gradë. Malishev 18 deri në 31 gradë Celsius. Gjilan 17 deri në 30 gradë. Ferizaj 17 deri në 30 gradë Celsius. Kaçanik 16 deri në 29 gradë Celsius. Suharek 18 deri në 31 gradë. Prizren 18 deri në 32 gradë Celsius.